Është mbajtur mesha e shenjtë për të nderuar dhe përkujtuar dy peshkvej, Imzot Mark Sopin dhe Nik Prejlën, ndër i peshkvejnë më me ndikim në jetën fetare dhe shoqërore të shqiptarëve në Kosovë. Me lutje për shpirtrat e tyre dhe falënderim për jetën dhe shërbimin e tyre ndaj kishës, miq e familjar u mblodhën në një akademi përkujtimore. Për të parin e kishës në Kosovë, tani të ndjerit ishin shembuj besimi, shërbimi dhe dashurie në kohë sfidash të mëdha. Ata si Gurbarin janë udhëheqës shpirtëror e barit e grigjës hyut në kishën tonë. Dhe çdo bari i ka 3 përgjegjësi bazike. E ka përgjegjësinë apostolike, të ruaj zemrat e besimtarëve në dashuri dhe në besim, të ruaj paprekshmërinë e besimit, qëndrueshmërinë e beslimit. Për të kujtuar veprimtaritë e tyre, pjesë e akademisë ishte edhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, i cili kujtoi virtytet e dy peshkvejve e Enkas, një mision të Imzot Mark Sopit. Imzot Nik Prejla ushqua për një qëndrim të rrallë të urtësisë aktive. Ai nuk ishte njeri i retorikës së zhurmshme, por i peshës morale. Imzot Mark Sopi, duke e trashëguar këtë barë morale dhe historike, e ngriti dëshminë e Kosovës në skenën ndërkombëtare. Rrëfimi i tij në Kongresin Amerikan përbën një nga momentet më domethënëse në artikulimin moral të çështjes Kosovës në arenën botërore. Ai nuk shkoi atje për të kërkuar mëshirë, por për të dëshmuar të vërtetën. E një pikpamje ndryshe rreth Imzot Mark Sopit e ndau famulitari i kishës katolike në Pej, Don Lorenz Sopi. Vendimi për të bërë meshtar nuk ishte për të zgjedhje karriere, për përgjigje ndaj thirrjes së Zotit. Ja ku jam, më dërgo mua, ishte një po e thamë në heshtje, por e jetuar me fe, gutësim e përkushtim. Meshtaria për të nuk ishte një privilegj, por ishte shërbim dhe kërkim flijimi. Si famullitar në Zllokuçan, veproj me përkushtim të madh për pajtimin e gjaqeve ndërmjet familjeve në konflikt. Akademia u shoqërua me performancë të korit si për Antum, gjërsa në fund u prezantua romani filozofiko-historik 7 ditë në tryezë me Imzot Mark Sopin, nga autori Wilson Culej.